Sot do të përgatisim një recetë sa të thjeshtë, aq edhe të shijshme. Si fillim do të na duhen 3 patate mesatare, të cilat do të presim në forma kubike. Do t'i lejmë pak më njanë, ndërkohë në njërin tjetër do të hedhim 4 vezë, 4 lugë kos, 100 ml vaj lule dielli dhe pak krip. Do vazhdojmë t'i përzijmë mirë të gjithë përbërësit. Pasi kemi përzierë mirë, do t'i hedhim mielin. Për këtë recetë do të na duhet 350 deri në 400 gram miell, të cilin do ta hedhim pak nga pak. Gjithashtu do të hedhim edhe 10 gram pluhur pjekës ose sot buke. Do vazhdojmë ta përzijmë. Do t'i hedhim dhe pjesën e mbetur të miellit. Vazhdojmë ta përzijmë përsëri. Do t'i hedhim pak majdanos sipas dëshirës. Dhe në fund do t'i hedhim patatet. Do vazhdojmë t'i përzijmë. Të gjithë masën do ta hedhim në një tavë, të cilën më parë e kam lyer me vaj. Mund t'i vendosni edhe letër pjekje sipas dëshirës. Do ta përhapim mirë. Sipër do t'i hedhim fara susami. Dhe do ta vendosim në furrë të parangror me 180 gradë për rreth 35 minuta. Tashmë sapo është pjekur, unë këtë kek të thjeshtë me patate e përgatis gjithmonë të hollë, por nëse dëshironi më të trash, mund ta hidhni në tavë më të vogël. Del shumë e mirë, përgatitet fare thjesht dhe nuk ka nevojë për shumë përbërës. Të vazhdojmë ta presim. Dhe më pas e kemi gati për ta konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe të ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.